Çmimet e frutave dhe perimeve janë në monitorimin e qeverisë shqiptare, ndërsa Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj tha se janë edhe në monitorim 80 produkte të shportës. Siç thash, jemi duke monitoruar çmimet në bazë ditore. Kemi një informacion që vetëm kategoria e perimeve ka pasur një rritje domethënëse, ndërkohë që produktet e shportës janë rreth mbi 80 dhe asnjëra produktet e tjera të shportës nuk ka pasur rritje për shkak të luftës dhe e vërteta është që siç thash, inflacioni në muajin mars, i cili u publikua para pak ditësh nga Instat, shënoi nivelin 2.6% që është një nivel i kontrolluar ende. E vërteta është që në të kaluarën ne kemi ndërhyrë në një subvencionim të rritjes së çmimeve për shtresat në nevojë, do të vijojmë monitorimin dhe nëse do të shohim që çmimet do të rriten në vazhdimsi dhe në të gjithë produktet e tjera të shportës, atëherë padyshim që do të ndërhyjmë me një akt i cili do të parashikojë që të subvencionojë për rritjen e çmimeve për kategorinë e shtresave në nevojë. E pyetur nga gazetarët nëse do të ketë një ndryshim për taksën e qarkullimit, ministra Ibrahimaj dha këtë përgjigje. Ne nuk mendojmë që ka nevojë për një ndërhyrje në taksën e qarkullimit, e kemi shpjeguar shpeshherë që taksa e qarkullimit nuk mblidhet në këtë formë sepse ne kemi më kollaj ta mbledhim kështu. Taksa e qarkullimit mblidhet në këtë formë sepse është më e drejtë që të mblidhet në këtë formë, pasi ai që konsumon më shumë karburant është ai që paguan më shumë taksë qarkullimi. Dhe për efektet të konsumit, dhe për efektet të ndotjes, dhe për të gjithë komponentët që lidhen me përdorimin e karburantit. Ndërkohë që ajo që ne kemi vendosur me qëllim kontrollimin e çmimit të karburantit është një reduktim i aksizës me 20% sa herë që çmimi i karburantit shkon më shumë se 220 lekë.